Eagle Mobile mbështet Fakultetin e Shkencave nëpërmjet ngritjes së një laboratori të ri të teknologjisë të informacionit. Ceremonia është organizuar sot në prani të Ministrit të Arsimit Myqerem Tafaj, por edhe drejtues të kompanisë Eagle Mobile. Eagle Mobile ka mbështetur këtë herë Fakultetin e Shkencave të Natyrës pranë Universitetit të Tiranës për ngritjen e një laboratori të ri teknologjisë së informacionit. Tashmë studentët do të kenë mundësi të përdorin këtë laborator me kapacitet prej 30 vendesh dhe i pajisur me të gjitha aparaturat e një sale bashkëkohore, video, projektor, skaner, printer e të tjerë. Teknologjia e informacionit zë natyrisht një ndër vendet më kryesore në programin ton. Së shpejti të shpallim kotat e reja të pranimeve për universitetet për vitin akademik 2010-2011 dhe ne synojmë që këtë vit të rrisim ndjeshëm numrin e studentëve, madje synimi jonë është të trafishojmë numrin e studentëve që studiojnë në të gjitha degët që lidhen me teknologjinë e informacionit. Eagle Mobile është përpjekur që të jetë një shembull specifik në mbështetjen e arsimit në Shqipëri, me projekte si ai në Universitetin Politeknik të Tiranës dhe universitete të tjera, shpreh drejtori i përgjithshëm i Eagle Mobile, Ali Taskin. Eagle Mobile-ën vizion për ne shumë e rëndësishme zhvillimi i teknologjisë, zhvillimi i teknologjisë së informacionit. Pikë së pari sepse do të kontribuojmë në Shqipëri dhe do të kontribuojmë në Ballkan në këtë fushë, dhe pikë së dyti sepse pikërisht studentët që do të dalin nga këto banka, do të dalin nga këta laborator, nesër do të punësohen në Eagle Mobile. Ne besojmë se investimi në teknologji do të thonë investim për të ardhmen e Shqipërisë. Ky projekt vjen pak kohë pas atij të Universitetit Politeknik, ku Eagle projektoi një salë leksionesh.